Shojmë se shtu veshim. Mak, apo na ofrove edhe pak lutem, nëse ki mundësi. Falak që dhe s'pështu. Gjësila është e bërë e gjitha, por që nuk i pranon. Gjithsesi, mendoj se nuk është në harmoni fare me fytyrën. Unë që e kam parë live, më duket shumë egzageruar. Nuk e di. A duket ndryshe prej live në foto, Ema? Unë kam rastis që e kam pa live para disa viteve kur kam qenë më e vogël që kam xhiruar një film, edhe nuk është se unë flas troqë dhe nuk jam shumë e Para sa vjetëve? Ka ndodhë këtë që ki pa ti? Para 3-4 viteve edhe nuk është se më zhduk në një femër për të rënë në sy. Nuk ishte defekt. Me bo kjo më ushtru 3-4 vjetë, më ushtru pa ndalë që shushtron tash, unë zdyshojnë të kurgjesh. Dëgjoj, ajo bëri lindjen e dytë edhe doli me një linjë perfekte edhe aty ka fillu palestrën edhe ishte... Për sa ka dalë, a din ti për sa ka dalë? Për sa ka dalë, për një muaj direkt ka hedhë fitnessin edhe ka thënë që nuk e kam bërë trupin dhe unë e di shumë mirë edhe ku e ka bërë trupin. Kërkush nuk ka fakte këtu me ditë për sa ka dalë. Abdin veç tënë po thojnë, jo për një javë boni kështu. Përse ti po mendoj që s'ka ndërhyrje Gjensila? Ajo e ka të bërë trupin? Kjo mundet me pas ndërhyrje, po mund në thëmë 80% e ka trupin e vetë, se ushtron shumë, se shihet që ushtron shumë. Se kjo me pas operime që shpathojnë këta, me pas ushtrime që shpathojnë këta, kjo disa ushtrime që i qëtë, që i paston kjo kërës mundet mi bojsh. Ajo e ka bërë trupin BBL pas lindjes 2 dhe ka bërë BBL slim që do me thënë BBL krejt natural. E ka mbush vishet krejt naturale, e ka iq barkun dhe e ka bërë në Turqi.